Ekber. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besimtarët musliman të qytetit të Shkodrës kanë kremtuar faljen e namazit të Fitër Bajramit në sheshin kryesor të metropolit verior. Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari ka uruar të gjithë besimtarët musliman me rastin e kësaj feste. Gjatë hutbes së Bajramit, Muftiu Sytari ka ndërprer fjalën e tij në momentin kur kanë rënë këmbanat e katedrales në shenjë respekti dhe tolerance. Gjatë këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, u edukum me frymën e modestisë, sepse muslimani është modest në jetën e tij, se muslimani nuk është arrogant në jetën e tij, se muslimani është njeri i sjellshëm në komunikimin e tij social, se muslimani është njeri që din të komunikojë të sillet me gjithësinë, me njerëzit, me kafshët, me bimët, me çdo gjë përreth tij, se muslimani është njeri i vlerave, e prej vlerave të besimit ton është edhe respektin ndaj tjetrit, edhe respektin ndaj këtyre këmbanave që bin për një fe tjetër që nuk është feja e jon, mirë po që i respektojmë dhe po ndaloj për pak çaste predikimin në respekt të vëllezërve tanë të krishterë dhe këmbanave të tyre. Muftiu Sytari ka kërkuar nga besimtarët musliman që libri i shenjtë i Kuranit të jetë në zemrat e besimtarëve musliman. Të dashurit e mi, më lejoni që në fund dhe në përfundim të kësaj hutbeje dhe këtij mesazhi, t'ju uroj me zemër dhe t'ju ftoj drejt origjinës së Kuranit, e t'ju ftoj ta keni Kuranin në zemrat tuaja, se ne nuk mund të kemi të ardhme si popull, e si shoqëri shqiptare, pa besimin në Zotin një, e pa dorëzimin para durve të tij, e pa dorëzimin para mrekullive të Kuranit që vazhdojnë të befasojnë botën dhe shkencëtarët në veçanti me mirësitë e panumërta. O vëllezër, mos të shkojmë pas thirrjeve të shejtanit, mos të shkojmë pas thirrjeve shterpta atyre të cilët nuk kanë Zot as nuk kanë fe, e tërheqin ditë pas dite këtë vend dhe këtë shoqëni drejt sekteve të reja diabolike, e drejt mentaliteteve të reja diabolike, sepse feja jonë është Islami, se feja e baballarëve tonë është Islami, se feja e gjyshërve tanë është Islami, e se ne këtë Islami kemi pranuar në paqe, në harmoni. Nuk na ka dhunu kush për Islamin ton, nuk na ka marrë kush për dorë me Islamin ton. Si çdo vit pas ditës së fundit të agjërimit, besimtarët organizohen të gjithë bashkë për të bërë lutjen e Fitër Bajramit, pasi kanë kryer ritin e faljes në qendër të qytetit, i cili për muslimanët e metropolit verior është kthyer në një traditë. Përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe të komuniteteve fetare kanë kryer vizita pranë Muftinisë së Shkodrës. Gjatë kësaj feste, muslimanët japin shembullin më të mirë të bashkimit dhe unitetit islam.